Por në këtë vallë hyri dhe presidenti i Republikës që duhet të priste që gjykata kushtetuese të jepte një vendim pasi ishte bërë ankimimi i parë i Erion Velia. Gjithsesi, ne do të qëndrojmë tek emrat. Kemi 3 emra publik për Tiranën, edhe pse data do të shtyhet është Gerta Manasiliu, është Florian Binaj, Arlind Qori. Qëndrojmë tek i dyti, Florian Binaj, i cili ishte surprizë, le themi, se nuk ishte mes atyre kandidatëve që media i komentoi me ditë si emra konsensual që do bashkohen gjithë opozitën. Flori, ty si tu duk në këtë betejë për Tiranën? Dgjoj, pande unë po e ndjek bisedën për garën për kandidat bashkie tani këto të pjesshmet nga 2 këndvështrime, një profesionalisht, se jemi gazetar, dhe dyta për hir se unë merrem dhe me shkencat e komunikimit që jap mësim në universitet dhe është pikërisht mënyra e ligjërimit që më çon mua të kuptoj po themon performancën e një kandidati apo rrugtimin që ai do të bëj. Florin e kemi toni, në kuptimin neve kemi punuar, e kemi pasur kolegë për një kohë të gjatë, kemi pirë kafe bashkë. Flori është një djalë Flori, nuk mund ta mohojmë. Mirë po, thënë kjo nuk do të thotë të jesh njëri i mirë me se bën për të drejtuar Bashkinë e Tiranës. Kërkoj ndjes që po themon një farë dyshimi mbi atë që Flori përfaqëson. Mirë po, kam lexuar rregullisht çfarë është shkruar nga kandidat, sepse të tërë demokratët, pra në kampin demokrat janë 2 qasje. Janë kokat që po përpiqen të thonë që Flori është kandidatura më e mirë, që mund mbështetni, që i bashkon të tërë, është një djalë përshëmbari, është i pakorruptuar, ju nuk e, si më thënë, populli nuk ka, si më thënë, qartë i shaj Florit dhe duhet ta votoj. Nga ana tjetër janë demokratët, ata që kanë luftuar, po them brenda partisë, që kanë vite në struktura që përpiqen me mishë me shpirt, që janë shumë të zgënjur nga kjo mbështetje që Partia Demokratike po i bën një kandidati që mund të jetë shumë i mirë sipas Partisë Demokratike, por që ata nuk ndihen të përfaqësuar në këtë logjik. Pra ti shikon dyshim nga strukturat e Partisë Demokratike në Tiranë, edhe për fushatën, edhe për angazhimin në mbështetjen e Florit. Sepse ka një, do me thënë, ne të dy e dim shumë mirë që përgjithsisht kush merr bashkinë, më vonë katapultohet në krye të partisë. Kështu që duket një çik, pra ata që shohin pak më tej, Florin e kemi pa parti, e kemi të pavarur dhe mbështetet gjitha partitë. Jo, si kemi të pavarur kur mbështetet nga... Unë po flas siç është zyrtarisht. Doli i pavarur dhe po mbështetet nga partitë. Po, atëherë s'është i pavarur. Është i pavarur. Vetëm i pavarur është i pavarur. Është i pavarur, domethënë ka ato firmat e veta, çfarë duhet procedura, ka mbështetësit e vet, por i pavarur nuk është, se s'mund të thuash jam i pavarur por mbështet opozita. Regjistrimi në KQZ të paktën kështu ta bëj, do ta bëj përmes mbledhjes së firmave për të mos qenë me logon e asnjë partie i regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet kudo që të jenë në Tiranë. Domethënë pavarësisht se do ta bëj KQZ-ja, në momentin që thua jam i pavarur, je i pavarur, nuk të mbështet asnjë forcë politike, sepse në momentin që ti mbështetesh nga një forcë politike, ti je detyruar automatikisht ata shohet, është normale. Ata shohesh me qëllimet, ata shohesh me mënyrën se si ata duan ta shohin Bashkinë e Tiranës, pra ti mund të jesh një kandidat, po them unë, në qesk, pa asnjë lloj implikimi politik. Pra një qytetar, po them unë, shoqëri civile e pastër, por në momentin që ata shohin si ta ndajnë Flor Binaj, di kujt është i PD-s, është i Lapajt, është i Agronshejajt, është i Partisë së Lirisë. Me përqindje kush ka marrë më shumë në votim, ai do ushtroj presionin më të madh se nuk ka si ta bëj, domethënë. Unë ta them sinqerisht nga 3 kandidatët, pavarësisht se jam e sigurt që do ta fitoj PS-ja. Për faktin se ka strukturat, ka patronazhistët, ka sistemin e ngritur. Ka gjithë bashkinë vetvete, pra ka sistemin e ngritur. Pavarësisht se me zemër uroj Florin që t'ja dali, edhe pse të jesh i angazhuar pak në politik, nuk do të thotë që ta njohësh shumë mirë si funksionon politika nga brenda. Dhe për mua Florin e ka me rakun Florit edhe sikur të zgjidhet në atë bashki siç e ka lënë Erion Veliaj. Unë nuk do doja që t'ishte Flori ai që të përballej mbasikjes së Veliajt. Pra është më mirë që të vinë njëri që është politikisht i regjur dhe që i njeh kulisat e brendshme politike. Se ne sado flasim për politikë, jemi jashtë politikës. Brenda bëhet tjetër betejë, brenda këndvështrimet janë më të forta.